Autoritetet italiane kanë publikuar një raport për trafikimin e lëndëve narkotike, ku Shqipëria shihet si vend kryesor i transportit të drogës, kryesisht të marijuanës. Në raportin e Drejtorisë Qendrore të Antidrogës italiane, evidentohet se në vitin 2014 janë sekuestruar mbi 6.000 kg marijuan nga Shqipëria dhe 650 kg marijuan nga Greqia. Referuar operacioneve të kryera nga policia italiane, në raport thuhet se gjatë 2014-s janë sekuestruar mbi 152.000 kg lëndë narkotike. Në vitin 2014 janë sekuestruar 113.000 kanabis sativa dhe krahasuar me një vit ka një rritje me 211%. Sekuestrimi i marijuanës ka një rritje 15.93%, ndërsa sekuestrimi i heroinës ka shënuar një rritje me 5.3%. Ndërsa për numrin e personave të denoncuar dhe arrestuar nga policia italiane, statistikat tregojnë se vendi hyn renditet i pari me trafikantë dhe persona të dyshuar të çuar përpara drejtësisë. Pas Shqipërisë, renditet Maroku dhe Tunizia. Shqipëria është përdorur edhe si vend tranzit për trafikun e heroinës. Raporti tregon se heroina e tregtuar në Itali është e prodhimit afgan e trafikohet nga Turqia përmes Ballkanit, po sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme italiane, shumica e heroinës është sekuestruar në Itali në pikat e porteve me prejardhje kryesore nga Greqia dhe Shqipëria.